si arsime shkencë e teknologjisë. Ka nevojë për shkolla shtesë. Që ka nevojë, ne kemi nevojë, kemi bërë një qerdhe tjetër me ministrinë, kemi mërmetu qerdhen kryesore, jemi në fond të qerdhes tjetër, edhe të 2 qerdhe tjera, dhe në planin tim janë edhe 3 qerdhe të reja në qytetin e Fushkosovës, është tjetra në Barë të Madhe, është në Slatin të Madhe, është në Miradit e Epërme, sepse në Miradit e poshtme e kemi të atë një qerdhe. Thjesht ajo që po dua të them, është një infrastrukturë e sinkronizuar midis sektore që përfshin infrastrukturën publike, që përfshin investimet në arsim, që përfshin investimet në shëndetësi dhe që përfshin investimet në ambient, le themi në këto 4 shtyllat e forta të ekonomisë një komune. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe që besoj qytetarët duhet të insistojnë të kërkojnë nga kandidatët për kryetar, është kjo që keni bërë ju, keni vënë shifra të sakta, sipas për llogaritjeve tuaja, për secilin pjesë të programit. Pra kulturë, rini dhe sport, 7.900.000 euro, arsimi 8.700.000 euro, pra ka dhe shifra të tjera, mjedisi dhe rekreacioni 4.310.000 euro. Pse po i them këto? Se shpesh ne përballemi me premtime që duken megalomane, që mund të tingëllojnë shumë bukur, po pastaj nuk janë të realizueshme për shkak të mundësive të kufizuara natyrisht buxhetore që i ka në dispozicion një komunë. Kështu që ju po flisni konkretisht me kalkulime, kaç do të kushtoj nëse do të jem në pozitën e kryetarit komunës, do të realizohet se parat janë aty. Para unë kam nevojë një sqarim në rand, por jo për ju, po kam nevojë një sqarim për qytetarët. Shifrat që janë këtu, do të janë shifrat e cilat janë vënë mbi bazë të vlerësimit të çmimit të tregut dhe nga, le themi, përvoja historike e prokurimeve publike që bën jo vetëm në komunën e Fushkosovës. Ka kalkulim rapa këtyre shifrave. Po ka kalkulim rapa. Këto shifra mund të mos jenë 100% kështu, sepse atër kur do të shpallën në tenderet publike mund të kushtojnë më pak, nëse do të ketë trende të rritjes së çmimeve në vitet që vinë mund të jenë më shumë. Mirë po, kjo është një kalkulim momental, një prerje, ke pasur parasysh parametrat. Kjo është metodologjia bazike për planifikimin buxhetor të cilën unë kam mësuar në Akademinë Federale në Berlin, ajo që e kam mësuar në Fondi Monetar Ndërkombëtar në Vjenë, ajo që e kam mësuar në Qendrën për Financat të Shkëlqyeshme në Ljubljana, ajo që e kam mësuar për 5 vjet në Ministrinë e Financave, ajo që e kam mësuar për 12 vjet në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, ajo që e kam mësuar për 5 vjet si auditor i përgjithshëm, dhe ajo që e kam mësuar për 2 vjet duke qenë si kryetari i komunës dhe në trajnime të ndryshme të vazhdueshme. Ajo që unë kam dashur si kandidat është të dalë para qytetarëve, të zotohem në formën e shkruar, të jetë një kontratë, le të themi, me qytetarët përtej lidhjes demokratike të Kosovës, por me qytetarët e komunës së Fushkosovës, të marrë zotimet e mia, se këto janë ato që unë mund t'i bëj në mandatin 4 vjeçar. Kundër kandidatët, ti përmendim, pra është Rahim Tërnava i PDK-s, Vildani Latifi, AAK-s, Valon Prebreza i Lëvizjes dhe Vendosje dhe një kandidat i pavarur që është zoti Hasan Ismaili. Si ishini, si vlerësoni kë ishini që t'ju bëj karshëllëk rivalitet më të madh nga ta, a do t'a veçoni ndonjërin? Më thonë drejt, unë besoj që kjo nuk është detyra ime për të bërë vlerësimin e kandidatëve tjerë, besoj që edhe ata nuk dëshirojnë që unë të bëj vlerësimin për ta. Sigurisht që jemi shkollat të ndryshme, jemi modelet të ndryshme, u takon qytetarëve dhe që të bëjmë vlerësimin përfundimtar. Ajo që unë kam vënë dhe të synim vetes në këtë fushat zgjedhore, është që të flas me qytetarët për kapacitetet e mia dhe për ofertën time, edhe për programin qeverisës, edhe për kandidaturat për kuvendi komunal, edhe si që quajmë me gjuhën popullore, kandidaturat për asamblesën tonë. Sigurisht që u takon qytetarët pastaj të bëjnë gjykimin e tyre dhe me datën 12 tetor të vendosin dhe votin e tyre për kandidatin të cilët mund t'i besojnë më shumë në aspiratat që kanë për një jetë më të mirë e të dinjitetshme. Përvojën që edhe përshkruat para pak minuta shtuajën edhe në shkollim edhe në udhëheqje në punë publike, a keni një model të politikanit të cilin e veçani, në rrafshin ndërkombëtar ose edhe në rrafshin vendor? Nuk mund të krahasojmë të themi në nivelin komunal, sepse liderët dhe udhëheqësit mund të ndryshojnë për shkak të natyrës së punëve që bëhen. Unë jam një person që lexoj bajge shumë, po vitet fundit sidomos jam marrë shumë me monografitë dhe autobiografitë, po edhe të tjerët kur kanë shkruar për njerëz të rëndësishëm, edhe ajo që mbjen mend në kohëve të fundit, nështë është
jo për ta renditur vetëm pa keq kuptim në raport me qytetarët, po le të themi nëse flasim për terma ndërkombëtar, ne kemi pas Helmut Kohlin, edhe me qenë se kam shumë të freskët biografinë e tina, një njeri që nuk ka pasur fjalimet e zjarta, një njeri që ka besuar në ekip, një njeri që ka qenë shumë i qetë për nga natyra, po një njeri që ka bërë shumë për vetë faktin se përveç bashkimit të Gjermanive që njëm një histori ka vendosur relacionet veçanta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me komunitetin tjetër evropian, ne ka sjellë erën me traktatin e Maastrichtit, le të themi, janë dy bota të ndryshme, janë dy nivelet të ndryshme, një qytetar normal i komunës Fushë Kosovës ose Republikës Kosovës. Po dali ta bashkënjë dy Gjermani për dy pjesët të Fushë Kosovës. Kjo është pjesa tjetër. Pjesa e dytë, besoj që është shumë e rëndësishme, me qenë se unë si i ri kam qenë do të thotë aktivist i madh me forumin e rinisë dhe kam pasur fatin që të bashkëpunoj shumë me presidentin Rugova, unë vlerësoj tiparet e tija, ai gjithmonë ka pa të ardhmen, thotë ka bashkëtuar me synimet që ka për botën që vjen, derisa natyrisht është marrë shumë pak me kundërshtime që mund të jenë thotë midis njerëzve, në mënyrë që të mos humbë kohë për të realizuar qëllimet finale që ka përpara ato qëllimet fisnike. Nëse kthehemi në rrafshin lokal dhe flasim sepse u zgjata pak, po ne kemi këto kandidatë suksesshëm që kanë bërë shumë punë të mirë, thosë kryetar komunash, që nuk janë vetëm nga Lidhja Demokratike e Kosovës, janë edhe nga partitë e tjera. Unë kam punuar 12 vjet në Ministrinë e Pushtetit Lokal si auditor, 5 vjet dhe i njeh të gjithë personalisht, i njeh rezultatet e tyre. Kemi shumë modelet mira të qeverisës, kemi shumë zhvillimet mira që kanë ndodhur në komunë. Komunat janë histori përgjithsisht suksesi, e njëri prej tyre sigurisht është edhe vetë Borin Berisha që unë pritje ta trashëgoj, i cili nuk do të jetë një model i njëjtë 100%, sepse jemi gjenerata të ndryshme, jemi shkolla të ndryshme, por një person do të i suksesshëm për ndryshme, nuk do të kishte fitu 5 vjet për ndryshme, nuk do ta kishte bërë në qytet me 5 vjet, 5 mandate, pa llogaritur pjesën tjetër si kryeshef, edhe një model që ka qenë shumë popullor edhe shumë i hapur. Qytetarët e komunës Fushë Kosovës e din, po të komunat tjera nuk e din. Kryetari Berisha, le të themi në terma praktik, nuk ka pas derë të zyres se vetë të mbyllën, sepse ka qenë e hapur dhe qytetarët pa protokoll. Jo, pa qytetarët, aty nuk ka protokoll. Qytetarët hyjnë, takojnë kryetarin, presin rend nëse është dikush tjetër. Do ta mbani, do ta hesni edhe ju derën të zyrës, si ti Berisha? Unë do të vazhdoj të jem shumë i hapur, drejt për drejt, ndoshta do të provoj që të shkoj një hap matutje,